Tani kemi ardhur në një moment special, ju goca nuk e dini, po unë e bëra surprizë. Kemi një lojë të vogël, kam marrë syset me vete që të duken më intelektual. Këtu vlen shpreha mosha. Bën të vetë. Është një lojë që ka disa pyetje dhe fjali. Pyetje duan përgjigje, ndërsa fjalit duan vazhdimin. Loja titullohet Këtë e di unë. Kush e di, thot këtë e di unë edhe kthem përgjigjen. Fillojmë. Fillojmë. Pyetja parë. Këtë e di unë. Pajse, unë zitova pak, po ma bëj pyetje se e di. Bëj pyetje pra. Pyetja, në kaq vite demokraci në Shqipëri, çfarë mësuam? Mësuam gjermanisht që t'ikim nga Shqipëria? Bravo! Saktë. Mirë. Iku e para. Pyetja dytë. Dhimbjet e një gruaje kur lind janë të barabarta me? Këtë e di unë. Mendoj që janë të barabarta me dhimbjen e një burri kur ju mbet Interi. Ja burra direkt. Ai ne. Okej, kur Naimi shkroi Bakti e bujqësi, mendoi se? Këtë di unë. Nuk e dinte që do na mbyste importi me Serbin. Mirë, më pëlqen. E gjeta? Kur Vojo Kursi hodh mbi tank italian, nuk mendoi që? Këtë e di unë. Unë. Që Rama do t'i ule në gjunjë me Lonit sa herë të atakonte. Bravo, më pëlqen. E gjeta, a? E dia, jam e zgjuar. Ka më? Ka. Motrat Qirjazi nuk e besonin kur që shqiptarët? Këtë e di unë. Që do i ndorronin me vlezit Korçar? Pse u shpall pavarësia në Vlorë? Te di vetë. Që vlonjatët kishin gojë të flisnin sot. Bravo, Salsano. Faleminderit shumë.